masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë duke zgjatur për te arsyeve që dikur i kanë justifikuar. E zënë me krizat globale, BE-ja duket se ka zgjedhur rehatinë e status quo-s në Kosovë. Nobody really wants to spend political capital. Ndërkohë vendi ngec nga brenda. Kriza institucionale që është zvarritur prej muajsh e ka bërë pothuajse të pafuqishëm për të vepruar. Do mos do ka efekt në politikën e jashtme. Me humbjet milionçe dhe kërcënimet që sjell marginalizimi, cila është rruga e Kosovës përpara. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë bërë sinonim i një dënimi të zgjatur, sipas disave, pa arsye. Ndryshe nga koha kur janë vendosur, komuniteti serb ka marrë pjesë në zgjedhjet e sivjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar. Besojmë se tashmë nuk ka asnjë kusht që i arsyeton masat që ekzistojnë ndaj Kosovës dhe se me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve tashmë serbët kanë përfaqësuesit në e tyre politik në nivel lokal dhe qendror dhe kjo shënon në një formë rikthimin e jetës politike normale të komunitetit serb në Kosovë dhe prandaj vlerësuam se është momenti i dur për t'i hequr këto masa. Grupi për studime juridike dhe politike, ku bën pjesë dhe Gërgi, është një nga 12 organizatat e shoqërisë civile që i kërkuan këtë javë BE-s heqjen e masave ndaj Kosovës, duke argumentuar se rrethanat fillestare nuk vlen më dhe se masat po dëmtojnë procesin e integrimit evropian. Radio Evropa e Lirë pyeti në BE nëse është duke u diskutuar heqja e tyre, por nuk mori përgjigje. Mediat cituan vetëm konfirmimin e një zëdhënëseje se BE-ja ka pranuar letrën nga shoqëria civile në Kosovë. Këto masa që përfshin ngritjen e një pjesë të fondeve të BE-s dhe pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me zyrtarët kosovar, u vendosën në mesin e vitit 2023. Pas përshkallëzimit të tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe dhe disa veprimeve të qeverisë, të cilat BE-ja i përshkroi si të pakoordinuara dhe në dëm të komunitetit serb. Disa shenja të zbutjes megjithatë nisën të shihen së voni, përfshirë edhe nga takimet e ndara që presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen zhvilloi më 15 tetor në Prishtinë, me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Në komunikatën që lëshoi në X, von der Leyen tha vetëm se është e rëndësishme që Kosova të vazhdojë të ndërtojë institucione të forta, t'i ulë tensionet dhe t'i finalizojë hapat e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes i BE-s. Në shkurt të aktiviti Radio Evropa e Lirë raportoi se një projekt i ngrohtorës qytetit të Prishtinës Termokos për dyfishimin e kapaciteteve të ngrohjes në kryeqytet ishte pezulluar për shkak të ngritjes së një granti prej mbi 17 milion eurosh nga Bashkimi Evropian. Lagjet që do të përfitonin nga ky projekt përfshin Prishtinën e Re, Kalabrin, Mati 1 dhe rrugën C. 8 muaj pas atij raportimi, Termokosi konfirmon se gjendja mbetet e njëjtë. Projekti nuk ka filluar me fazën e zbatimit për shkak se granti nga Bashkimi Evropian është pezulluar përkohësisht, si rezultati i masave të BE-s ndaj Kosovës. Përjedhoi procesi i përparimit të projektit mbetet në pritje derisa këto masa të hiqen. Si ky rast ka edhe të tjerë, një raport i publikuar në maj nga Instituti për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë nxori në pas se masat ndëshkuese të BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613.4 milion euro për projekte të pezulluara ose të shtyra për një afat të pacaktuar. Nga kjo shumë 7.1 milion euro janë humbur tërësisht, ndërsa sektorët më të prekur janë mjedisi, energjia, digitalizimi dhe kultura. Tobi Vogël, analist nga Këshilli i Politikave të Demokratizimit me seli në Bruksel, thot se Bashkimi Evropian ka muaj që është i zënë me kriza madhore në botë, nga Ukraina në lindjen e mesme dhe masat ndaj Kosovës i trajton si çështje më të marginalizuar.
Mendoj se ky është një nga ata shembujt e politikave të Bashkimit Evropian që funksionojnë thjesht në mënyrë automatike. Aktualisht, Bashkimi Evropian nuk ka udhëheqje të qartë sa i përket çështjes së Kosovës ose të Serbisë, të cilat lidhen me njëra tjetrën përmes dialogut. Askush, as lider kombëtar, as zyrtar, as komisionar, nuk dëshiron të investoj kapital politik në një çështje që shihet si relativisht e parëndësishme. Për Vogelin, këto masa kanë qenë të padrejta ndaj Kosovës që nga fillimi, sidomos duke pasur parasysh se Serbia nuk është përballur me diçka të ngjashme, pavarësisht dyshimeve për përfshirjen e saj në sulmin armatosur në Banjsk në vitin 2023. Vogel nuk e përjashton mundësinë që BE-ja të vazhdojë të i përdor masat si mjet presioni edhe për çështje të tjera politike në Kosovë. Por pavarësisht kësaj, ato nuk duket se kanë ndikuar në orientimin pro-perëndimor të qytetarëve të Kosovës. Një anketë e zhvilluar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan në periudhën maj-korrik të këtij viti nxori në pas se 85% e qytetarëve të anketuar në Kosovë e mbështesin një politikë të jashtme pro-BE dhe pro-perëndimore, krahasuar me vetëm 9% në Serbi. Gërgej thot se një pjesë të përgjegjësisë për vazhdimin e masave të BE-s mbajnë edhe institucionet vendore, të cilat prej muajsh kanë qenë jo funksionale ose në detyrë. Si shoqëri civile mund ta hedhim hakin e parë, mund ta bëjmë atë që është në kuadër të veprimtarisë tonë, por se padyshim pesha kryesore në këtë aspekt i ngarkohet institucioneve shtetërore dhe nëse institucionet shtetërore janë aty me mandat të kufizuar, kjo me do mos do ka efekt në politikën e jashtme. Pas takimit me von der Leyenin në Prishtinë, presidenti Osmani shkroi në Facebook se kishte diskutuar edhe për nevojën e heqjes së masave ndaj Kosovës, por nuk zbuloi detaje të tjera. Vogel thot se një moment i përshtatshëm për heqjen e masave të BE-s mund të vinë nëse Kosova formon një qeveri të qëndrueshme dhe legjitime dhe shmang veprimet që BE-ja dhe partnerët e saj i konsiderojnë provokuese ose të njanshme. Kosova sigurisht po kalon një periudhë të vështirë në aspektin e brendshëm për shkak të pamundësisë për të formuar qeverinë dhe gjithë situatës që lidhet me të. Mendoj se aktualisht qëndrimi në Bruksel është të pres dhe të shoh. Ekziston një ndjenjë e përgjithshme se na duhet një lloj zgjidhjeje për ngërçin politik në Prishtinë përpara se të merret ndonjë vendim i rëndësishëm. Por Vogel gjithashtu paralajmëron se mungesa vëmendjes nga BE-ja është e rrezikshme pasi rrit mundësinë e paqëndrueshmërisë dhe dhunës në Ballkanin Perëndimor. Pa një përqendrim politik të BE-s, rajoni mund të përballet me sfida serioze të sigurisë sipas tij. Mendoj se Bashkimi Evropian ka pasur fat që nuk ka pasur më shumë dhunë apo dhunë më serioze në Kosovë. Po ashtu ka qenë me fat që deri më tani nuk ka pasur incidente të dhunshme në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ajo ka misione të vendosura në të dyja vendet. Në letër i ka mjetët për të përgjigjur ndaj çdo sfide të sigurisë, por politikisht i mungon vëmendja dhe gatishmëria. Kjo është një situatë e rrezikshme sepse ajo që po ndodh në lindje të Bashkimit Evropian në Ukrainë ka ndikim zinxhiror edhe në Ballkanin Perëndimor. Më herët këtë vit, Parlamenti Evropian kërkoi heqjen e masave ndëshkuese kundër Kosovës. Ministrat e jashtëm të BE-s i sugjeruan gjithashtu Komisionit Evropian heqjen graduale të masave, por në një intervistë dhe në Radios Evropa e Lirë në prill, Komisionarja për zgjerim e BE-s Marta Kos tha se jo të gjitha shtetet e BE-s janë dakord për heqjen e masave ndaj Kosovës. Për një vendim të tillë kërkohet konsensusi të 27 shteteve anëtare, e mes tyre janë edhe 5 vende që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës: Spanja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Çiproja. Megjithatë, edhe përpara vendosjes së masave nuk është vërejtur ndonjë gatishmëri reale për të avancuar Kosovën në procesin e integrimit evropian. Ajo mbetet i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor pas status kandidati për antarësim në BE. Aplikimin për të bërë pjesë e bllokut e ka dorëzuar në fund të vitit 2022, por pothuajse 3 vjet më vonë kërkesa ende nuk është marrë në shqyrtim. Për shkak të vonesës në formimin e institucioneve qendrore, Kosova mbetet edhe jashtë planit të rritjes së BE-s
dhe nuk mund të përfitojnë nga fondet e parapara. Kjo sepse marrëveshja ndërkombëtare që mundëson qasjen në ato mjete duhet të miratohet paraprakisht nga kuvendi. Gërgi thekson rëndësinë e funksionalizimit të institucioneve sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që ato të nisin një fushat të koordinuar lobimi në qendrat evropiane. Por topi edhe atëherë do të mbetet në anën e tyre për të vendosur nëse do ta shpërblejnë Kosovën për përpjekjet e saj apo thjesht do ta mbajnë në pritje. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropailir.org, si dhe në llogaritë e Radio Son në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi sërish të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.